Gjykata e Tiranës la të mërkurën në burg i merr Krashin, 31 vjeçarin që u arrestua pas ditën e 5 tetorit pas një tentative për t'u arratisur policisë. Gjatë ndjekjes nga policia, Krashi përplasi 9 automjete, ndërsa dëmtoi edhe një polic i cili ishte jashtë detyrës. Para tokave të zeza, Krashi kërkoi falje duke thënë se ishte i gatshëm t'i dëmshpërblente, ndërsa shtoi se ka qenë në gjendje ankthi. Jam penduar për ngjarjen, kam qenë në gjendje paniku dhe ankthi. Marrë mjekime dhe për depresionin, kam qenë në gjendje të rënduar, marrë përsipër të dëmshpërblej pasojat e veprimeve të mia. Krashi pas ditën e 5 tetorit fillimisht u ndalua nga policia rrugore, ndërsa sapo u pyet për armën e zjarrit që e mbante pa leje, 31 vjeçari i dha gaz makinës duke rrezikuar jetën e efektiveve të policisë. Krashi ka precedent të mëparshëm penal pasi është dënuar në Itali për vjedhje si pjesë e grupit të Edison Pulës në vitin 2022. Ky grup sipas autoriteteve italiane kanë kryer vjedhje me dhunë në të paktën 50 raste.